Simptomat nga mungesa e vitaminës D. Mungesa e vitaminës D mund të shkaktojë një gamë simptomash, disa prej të cilave janë të dukshme, ndërsa të tjera mund të kalojnë pa u vënë re lehtë. Simptomat variojnë në varësi të nivelit të mungesës së vitaminës D dhe mund të përfshijnë lodhje dhe dobësi muskulare. Mungesa e vitaminës D shpesh është e lidhur me një ndjesi të vazhdueshme lodhjeje dhe dobësie muskulore, sepse vitamina D është e nevojshme për funksionin e muskujve dhe forcimin e energjisë. Mund të jap dhimbje muskujsh dhe kockash. Vitamina D është e rëndësishme për shëndetin e kockave. Mungesa e saj mund të shkaktojë dhimbje kockash dhe dhimbje të muskujve, pasi nuk ka mjaftueshëm kalcium që të ndihmojë në formimin e kockave. Kockat të dobta dhe rrezik për fraktura. Kockat bëhen më të dobta dhe më të prirura për fraktura kur nuk ka mjaftueshëm vitaminë D. Kjo është një simptom tipike mungesës së vitaminës D, sidomos tek të rriturit që mund të zhvillojnë osteomalaci ose osteoporozë. Depresion dhe ndryshime në humor. Disa studime kanë sugjeruar se mungesa e vitaminës D mund të rrisë rrezikun e depresionit dhe të ndikojë negativisht në humorin e individëve. Personat me nivele të ulta të vitaminës D mund të ndjejnë shqetësime emocionale ose trishtim të vazhdueshëm. Sistem imunitar i dobësuar. Mungesa e vitaminës D mund të zvogëlojë aftësinë e trupit për të luftuar infeksionet. Njerëzit që vuajnë nga deficiti i vitaminës D janë më të prirur për të zhvilluar ftohje të shpeshta, grip dhe sëmundje të tjera. Dëmtimi i dhëmbëve. Nivelet e ulta të vitaminës D mund të kontribuojnë në probleme me dhëmbët, duke përfshirë rritjen e rrezikut të prishjes dhe dëmtimit të dhëmbëve. Përkeqësimi i sëmundjeve kronike. Ka prova që sugjerojnë se mungesa e vitaminës D mund të kontribuojë në përkeqësimin e disa kushteve shëndetësore, përfshirë diabetin, sëmundjet e zemrës dhe sëmundjet autoimune. Nëse keni disa nga këto simptoma, mund të jetë e dobishme të bëni një analizë të gjakut për të matur nivelet e vitaminës D dhe të diskutoni me mjekun tuaj për hapat që mund të ndërmerrni për të rritur ato nivele, siç është marrja e vitaminës D ose ekspozimi për një kohë më të gjatë ndaj diellit.